Shikues të dashur, anvisa të dashura, jemi vendosur në këndin e kuzhinës për ditën e sotme. Mirëmëngjes zonja Vjollca. Mirë se gjetëm në kuzhinë. Mirë se erdhe. Çfarë do na gatuash sot? Sot do të gatuaj biftek viçi. Është zgjedhja ime, ju mund të zgjidhni edhe biftek deri. Dhe do ta bëj njësoj si kur bëjmë një sallatë kapreze. Apo e ke dëgjuar? Po, kapreze me mozzarella domate. Me mozzarella domate. Diçka të kësaj natyre do ta bëjmë me pesto, domate dhe mozzarella. Në fund fare ta zbukurojmë me një gjethe borziloku, është një gatim shumë i shpejt, siç dhe ne zakonisht flasim në emisionin tonë për gatime të shpejta. Do kaloj në furr receta? Do kaloj dhe në tigan, do kaloj pastaj edhe në fund fare në furr për të shkrirë pak djathin. Do ta shoqërojmë pastaj përsëri dhe me një recetë tjetër, që do të jetë recetë mbështetëse për recetën e parë. Për të realizuar këtë recetë ose këtë lloj mishi, na nevojitet 500 gram mish, që unë e kam marrë të mëja, na nevojitet 3 kokra domate, na nevojiten djath mozzarella dhe pesto. Peston shumë mirë mund ta përgatisim në shtëpi, por unë e kam bler të gatshme në pazarin që bëm tek mëja. Ky është pesto i gatshëm, po më vonë zonja Vjollca mund të na shpjegosh shpejt se si ta bëjmë pesto në shtëpi, sepse kanë nga ato anvisa që e pëlqejnë të bërë vetë. Unë e kam përgatitur edhe në emisionin tim peston. Mjafton të kemi borzilok, fara pishe, vaj ulliri dhe pak hudra. Të gjitha këto të miksuara së bashku, mund t'i shtypim në havan ose t'i grim aty ku grim qepën dhe gjithçka është gati për të përdorur. Pesto ka një aromë shumë të mirë. Na nevojitet edhe pak piper i bardhë. Atëherë, fillimisht do të marrim mishin, do ta vendosim në dras. Dhe do ta marinojmë me krip. Edhe me piper të bardhë. Ndërkohë kemi ndezur sobën. Në sa gradë kemi ndezur furrën? Furrën në 200 gradë. Po sobën këtu? Sobën e kemi ndezur, do vëmë tiganin, që ta nxehim pak përpara se. Ta vë tiganin? Po, bëre. Do t'i hedhim vaj? Do t'i hedhim pak vaj. Por edhe mund mos t'i hedhim vaj, mund të lyejmë këtu direkt. Mund t'i marinojmë copat e mishit me vaj. Okej. Atëherë, kemi vaj. Marrim dhe piperin e bardhë. I marinojmë mirë. Mund të përdoret kjo lloj recete me një pjatë pasta, me një pjatë risotto, me thjesht vetëm me sallata të ndryshme, patjetër mund të marrim edhe një çik bukë, se ne shqiptarëve na shijon bukë, për hir të vërtetës. Do të më ndihmosh këtu duke më hedhur pak vaj këtu direkt nga shishja, vaj ulliri altis, Sa vaj të hedh? Hedh një 2 pika. Kur them pika, edhe këtu ke dora ime. Edhe pa frikë. Edhe pak? Edhe pak. Ja. Si thot zonja Vjollca çdo ditë, anvisat kanë më shumë kohë të lirë në shtëpitë e tyre, kështu që mund t'i lëmë për më gjatë biftekët të marinohen, apo jo? Ja, zonja Vjollca haroi. S'ka gjë se kujtoj. Pra, kështu që edhe pak vaj. Po. Kështu që mund t'i lini për gjysmë ore zonja Vjollca? Po, mund t'i lëm për 30 minuta. Shiko, sa më shumë të rimishi, aq i marinuar në marinadën e vet, aq më mirë është. Për shembull, unë për vitin e ri, kur bëj biftekët, e bëj një ditë më parë. Edhe e lëm frigorifer? E lëm frigorifer, sigurisht me erëza të ndryshme, varet se si do ta gatuaj. Të mbështjell, besoj? Po, e vendos në një tas, e marinoj, i vendos qesen e telefonit sipër dhe e kam gati. Atëherë, këtu kam vendosur një tigan, dhe tigani duhet të jetë i nxehtë. Si mund ta provojmë ne nëse tigani është i nxehtë? Të lutem, Adela, pak ujë. Ja, shumë pak ujë. Mjafton të hedhim pak ujë në tigan dhe shohim nëse ka arritur temperatura që na i nevojitet apo jo. Unë solla pak më shumë. Nuk ka problem, ja. Atëherë tigani është gati. Siç e shikoni, në tigan nuk kam fare as yndyrë, as gjë, mbasi nuk do të përdor shumë yndyrën, se edhe pesto që do të vendosëm sipër, vendos copat e mishit, dhe do të kemi shumë kujdes, do ta shikojmë me kujdes, që kur të filloj mishi të zbardhet në pjesën e poshtme, deri tek gjysma, atëherë pothuajse bifteku na është pjekur nga njëra anë.
Pra, thjesht do ta pjekim pak, nuk do të lëm që të skuqet mirë, sepse do të kalojnë në Shiko, furrë. mishi është një cilësi shumë të mirë. T'jepe vetë këmbëyja, unë thash kur bëm pazarin, këtu ne vim, besojmë të këmbëyja, vetëm për cilësinë dhe për pastërtinë. Ruajtur në kushte të shkëlqyra dhe tani mishi nuk s'është nevoja që ta thekim, ta thajmë se ikën shija. Ja, mjafton thash sa të zbardhet një çik dhe gjithçka është gati. Të lutem do më sjellësh afër edhe atë tepsin. Tepsin. Po. Pestën do me thënë, nuk do t'ja shtojmë në tigan. Jo, pestën do t'a shtojmë kur ne ta vendosim në tepsi. Ja, si që shikom, nuk e dia e shohin andisat, e kthejmë në profil të pesën. Gjysma është e bardhë dhe gjysma është e kuqe. Do të thotë që një pjesë ne e kemi pjekur, tani na nevojitet të pjekim pjesën e kundër. E kthejmë dhe shisi u bë mishi i bardhë, sikur të jetë mish pule. Ja. Atëre, çfarë bërëm deri tani për ndonjërin nga ju që sapo ka hapur televizorin? Shumë thjesht, mishin e lam, e tham, nuk duhet të jetë mishi i lëngshëm, për arsye se nëse është me ujë, atëherë nuk ka rinj që të marinohet siç duhet. Sigurisht në shtëpi nuk ju dohet kaq kohë sa unë e marinova mishin, duhet një kohë çik më e gjatë, e marinon, e vendos në një enë me kapak dhe lë të pushoj për disa minuta, minimalisht 30 minuta, e kam thënë gjithmonë këtë, është kohë minimale mjaftueshme që mishi të marinohet, t'i hyj thellë ajo çfarë ne duam të shijojmë. Pra siç e shikojmë, edhe pak. Për të gjithë ata që duan të gatuajnë bashkë me Vilën 24, zonja Vjolca, unë kujtoj edhe një herë shpejt përbërësit për këtë recetë, për të përgatitur për drekën e ditës së sotme biftek me pesto dhe me mozzarella, na nevojiten këto përbërës 500 gram mish viçi, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 8 lugë gjelle pesto, 200 gram mozzarella, 2 kokra domate, gjete borciloku, krip dhe piper i zi ose i bardh, si t'ju ndodhet në shtëpi. Sonja Vjolca përdori të bardh, por ju mund të përdorni edhe piper të zi. Po, të lutem edhe shumë pak ujë, gjysmën e gotës, për se më nevojitet tani. Atëherë, unë tani do t'i nxjerr sopat e mishit, bifteqet dhe do t'i vendos në një tavë. Si që shikoni, këtu... Tavën nuk do t'a lyej me yndyrë. Fare. Ja. Këtu na kam mbetur në tavë pak yndyrë, shumë pak. Dhe mund t'jetë aroma e marinimit që kemi përdorur ne. Tani do të marrë një lugë dhe këtu do të hedh vetëm 3 lugë ujë. Pra, pasi kemi hequr biftekët nga tigani, tek ajo pak vaj që ka mbetur, do të hedhim ujin sipër. Edhe këtë do t'ja hedhim biftekëve pëse. Do t'a hedh në fund të biftekët, që mos të më thahen gjatë kohës që unë do t'i vendos në furrë. Mbaruam punën, hapin e parë, që kishim për të përgatitur në sobë. Tani jemi këtu. E largojmë dhe këto, po. Do të vendos në secilën nga bifteqet një lugë pesto. Prandaj ishte shumë e kujdesshme. Një lugë të bollshme me pesto. Një lugë të bollshme me pesto. Të gjithë e dinë që pestoja ka krip. Pesto ka krip, që duhet jemi kujdesshëm me kripën? Po, shumë pak krip, siç unë veprova kur i marinova, dhe e mbuloj komplet. Na teproj kjo pjesë, nuk ka problem. E vendosim përsëri, marrim domatet, jo shumë të mëdhaja, domate mesatare, dhe presim 2 feta për secilën nga 2 feta për një biftek. Bravo.
duket një pjatë e thjeshtë, të më thënë, shpejt. Shumë e thjeshtë, por... I skuqëm pak, edhe i vendosim në tavë. Shumë e thjeshtë, por shumë e shishme. Shihen ta provojmë në fund. Unë e kam provuar. E ke bërë në shtëpi zonja Vjoca këtë? E bëj shpesh. Kur s'kam kohë, kur më duhet të bëj në gjë shpejt dhe sigurisht më kam ardhuria, atëherë dua të ha diçka. Dhe besoj ke marrë komplimenta për këtë pjatë në shtëpi. Fëmijët e mi kanë një gjë pozitive që sa herë çojnë nga tavolina, më thonë mami të lumshin duart. E kanë pas këtë që në fëmini. Edhe këtë e themi dhe ne këtu, se gjithmonë rezultati del shumë i mirë. Nuk e di si ja bën zonja Vjoca, për rezultatin gjithmonë i mirë. Ja, po themu rezultatin, ka raste që nuk është e përditshme kjo. Ndodh ndonjëherë që rallë, që çohen, do të thotë që s'u ka pëlqyer, kështu që ndodh, po nuk ka. Ke zakonshme nuk. Këtu te ne të paktën nuk ka ndodhur asnjëherë deri më sot. Po, atëherë do të vendosim Adele edhe nga një copë djath. Vetëm nga një copë mozzarella? Nga një copë, se mozzarella do shkri, do t'japi një shije, do lidhi pjesën e domates me pjesën ansore të mishit. Si të shikojnë dhe ambisat në ekran? Do t'japi një shije të veçantë. Por pos shijes edhe kombinimi i ngjyrave është shumë interesant. Po... Pesto jeshile me tomatet e kuqe, me djathin e bardhë, dhe merr pjata një formë dhe një ngjyrë shumë të bukur. Kështu mendoj dhe unë. Tani do ta vendosim në furrë. Është gati. Temperaturën 200 gradë, 10 minuta. 10 minuta. 5 minutat e fundit do të hapim furrën me ventilim. Mishi pothuajse është gati, domatet do të zbuten, disi nuk do të thahen, dhe pjesa e djathit do të shkri. Edhe unë mendoj që është një recetë e goditur për të shoqëruar ose për të ngrënë në një ditë që duam të ham dhe mirë, por nuk kemi kohë. Dhe kjo është zgjidhja, duhet të gatuajmë çik shpejt. Dhe me që po flasim për shpejtësi, unë e zonja Vjoca do të bëhemi gati për të përgatitur recetën e dytë për t'u ofruar ju përmes ekranit të Vilës 24. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitar. Pas hapësirës së shkurtër publicitare, ne jemi rikthyer edhe një herë në studio për të bërë gati pjesërisht recetën e dytë për ditën e sotme, dhe më pas do të shkojmë në edicionin e lajmeve. Për këtë pjesë të dytë do të përgatisim në fund ravioli, që i kemi diskutuar aq shpesh me zonjën Vjoca, i blem te KMY-ja atë ditë që bën pazarin dhe do t'i gatuajmë sot. Raviolit nuk duan shumë të valojnë, kështu që mendoj që i vëmë në pjesën tjetër, bëjmë gati salcën. Atëhere, fillimisht, në tigan... Shtu që do bëjmë ravioli me salcë. Po, me salcë pelargos. është një salcë që gjenë përdorim në të gjitha recetat, ku ne në nevojitet salsa, dhe unë sot do të bëj ravioli me salcë pelargos. Për ta zbutur pak salcën, do të hedh një çik pana brenda dhe fillimisht më duhet një thelpi hudhër, ku ma çove drasën këtu. Raviolit janë ato lloj pastash të cilat janë shumë të mira për t'i pasur në shtëpi, sepse gjithmonë të nxjerrin nga situata. Nëse pastat e tjera, pra makaronat normale, kanë nevojë për shtimin e përbërësve në mënyrë që të bëhet pjata e shishme, që t'i bëjmë salsa, që të shoqërojmë ndoshta edhe me mish, raviolit janë makaronat të mbushura me kërpuda, me mish, me çfarë, me të ndryshme. Ka të llojeve të ndryshme, mbushit janë të ndryshme. Apo jo zonja Vjoca, mirë është që ta kemi gjithmonë një pak ravioli në frigorifer. Është një problem i zgjidhshëm që edhe nëse nuk do të kishim mishin, do të ishte mjaftueshme vetëm një pjatë ravioli për një të shpejtësi që na duhet të ushqemi në një vakt. Mund ta konsumojmë në drekë, po pse jo, edhe në darkë. Zonja Vjoca hodhi vetëm një thelpi hudhër. Vetëm një thelpi hudhër dhe do ta largoj përsëri thelpin e hudhër, sapo të fluskoj, fluskoj një çik. Që vaji i ullirit altis, përveç aromës mirë që ka veps, të marrë dhe aromën e hudrës. Është edhe shumë i shishëm. Tani, hedhim salcën. Është një salcë që përgatitet shumë shpejt. Kjo është salcë domatesh e gatshme, E gatshme. Dhe thash që gjenë përdorim si në një turli, në një supë, në një gjellë të zakonshme, me presh, me lakër, me gjithçka, por është universale, ja që unë dhe e hoqëm hudrën. Po, e hoqa.
mua ma bën shumë të shishme dhe pastën që do të përgatis sot për raviolit. Atëre lëm pak. Po? Dhe do ta përzij me panën. Sigurisht në momentin që unë do të hedh panën, salca do të marrë një ngjyrë akoma më të çelët. E lëm pak salcën të valoj. Pra si që përgatisim zakonisht pasat e tjera, vaj ulliri, hudhra dhe salcë, mirë po e veçanta që ka receta e zonjës Vjollca, është të shtojmë edhe pana, edhe në fundet e djathtë të grirë, dhe gjitha kjo për raviolit, të cilat ne zakonisht kemi mësuar t'i ham vetëm të zira me vaj ulliri dhe me djathtë. Atëherë do të duhet ta kisha vendosur që në fillim, po nuk e matëm kohën siç duhet. Zierja e raviolit e ka të shënuar në paketim minutazhin që duhet për të qëndruar në zjarr, zakonisht duan më pak se sa makaronat e tjera. Mjafton 6 deri në 8 minuta. 6 deri në 8 minuta, duhet vendosni tenxhere, ujë të vlojë dhe më pas. Unë mendoj që 6 minuta janë kohë mjaftueshme, për arsye se gjithmonë ne pastat i konsumojmë al dente, kështu që është kohë mjaftueshme. Plus që ravioli ka brumë të butë, nuk është pastë e thatë dhe zin edhe më shpejt se makaronat e tjera. Do vendosim raviolit në zierje, pastaj zonja Vjollca jam kurioze, pa e demonstruar ende. Mund të di, salsa i shtohet në tenxhere apo i serviret në pjatë? Jo, salsa nuk i serviret në pjatë, ka raste që dhe i serviret në pjatë, kur është një salcë me mish, më kupton? Kur kemi një ragu, por unë raviolit, në basi t'i zjej, do t'i hedh në tigan. Po mendova që nuk do t'ishte koha e mjaftueshme që t'i zjeja dhe do thash, kur t'i servir, do më mbetej salca pak si e thatë. Mirë. Zonja Vjollca, sa të zjen raviolit, a shkojmë në edicionin e lajmeve, është ora e saktë, kështu që shkëputemi për pak. Okej. Kemi edicion lajmesh, do të kthehemi sërish në kuzhinë për të parë përfundimin e të dyja recetave, edhe të biftekëve që përgatitëm në pjesën e parë, edhe të raviolit që janë thuajse gati. Vazhdoni që ndroni me ne. Jemi kthyer në transmetim të drejtë për drejtë në këndin e kuzhinës bashkë me zonjën Vjollca, e cila për sot ka menduar 3 receta për t'i ardhur në ndihmë të gjitha anvisave që na ndjekin në këto momente dhe që duan të përgatisin drekën e tyre, por gjithashtu edhe një recetë të vogël, të cilën e kemi përmendur më herët, por nuk kemi arritur ta realizojmë live në studio, ta realizojmë tani një salcë të mirë me avokado. Po patjetër që mund të shoqërohet me patate të skuqura, por pse jo dhe me një mish të bardhë. Atëherë presim avokado në dysh. Kemi zgjedhur një avokado të pjekur. Të pjekur mirë. Po. Kjo është një salcë, e tha zonja Vjollca edhe më herët, që mund ta shoqërojmë me patate, mund ta shoqërojmë me oriz. Domethënë është një salcë që ju mund ta përgatisni, ta ruani në frigorifer apo jo zonja Vjollca? Po. Edhe ta keni gati kur doni që të shoqëroni drekën tuaj me një salcë të veçantë. Atëherë me ndihmën e një luge, është shumë e thjeshtë, e nxjerrim avokadon, lëkura del vet. Dhe e coptojmë këtu në drasën e punës. Pra do t'i heqim pjesën e brendshme. Po. Me luk. Këtë e hedhim, nuk na duhet më, apo na duhet? Na duhet. Na duhet. Heqim përsëri avokadon. Po. Për këtë salcën me avokado, veç avokados normalisht, na nevojiten edhe hudhra, majdanos, ginger, i qëruar dhe i grirë, dhe limon. Pastaj kri, piper, që janë të përhershme. Limoni është mirë që t'jetë limoni e shiv. Po. Lajm, i themi ne. Por në mungesë mund të përdorim edhe këtë. Desha atë që shtyp limonin. Që shtyp limonin? Shtrydh limonin, po. Shtrydhsen? E kisha nxjerr këtu përpara. Ja, ku është këtu. Atëherë, e shtrydhim. Një kokër limon. Po. Një gjysmë i bie. Një gjysmë. I heqim pa pastërtit. Po. Soba është gati, receta e parë ka përfunduar. Po, mund ta fikësh. Gjithmonë që bëjmë edhe salata, jo vetëm salsa me avokado, prezenca e limonit duhet jetë patjetër.
Për arsye, më falni, i them ambisave që këtu kam vendosur raviolit. Raviolit duan edhe pak minuta që të zhije. 3 minuta që të largohen nga zjarri. E hedhim avokadon në një grirë se qepe që ju keni në shtëpi. Kemi hedhur më herët lëngun e limonit, pastaj shtojmë pjesën e brendshme të avokados. I hedhim hudhra, 2-3 thelbi hudhër. Po. Kam grirë 2 cm ginger. E vendosim dhe gingerën brenda. Kombinimi avokados me gingerin, por edhe me majdanozin, përveç se na japi një salcë shumë të mirë për të shijuar, na japin edhe përbërës që janë shumë të mira për organizmin ton, por edhe për trurin ton. Ne kemi thënë dhe më herët që gingerin ndihmon në një përqendrim më të lartë dhe në një memorie më të mirë. Po, por mos haro që dhe nëse ne ftohemi në një ditë dhe kemi koll, një çaj me ginger është ilaç. Na bën shumë mirë për pjesët e organizmit ton, si në fyt edhe në frymëri. Sugjerime të tilla do t'ju japim edhe për gjatë vitit, kur të afrohet edhe më shumë stina e dimrit. Një pikë vaj ulliri, dhe tani, s'na mbetet gjë tjetër, vetëm të gjithë këto përbërës t'i kthejmë në një masë homogene. Pra i kemi bashkuar të gjithë në një grirëse dhe... Po, dhe... Ka përfunduar apo duhet edhe Jo, ca? do dhe një qik. Dhe salsa është gati. Si që shikoni, nuk duhej ndonjë kohë shumë e madhe për të realizuar këtë salsë. Mjafton të kemi, mua nuk më shkon goja shpesh që të them të skuqura, po mjafton të kemi patate të pjekura në furrë, që unë ambisave ja u kam thënë si mund të piqen patate, mjafton që t'i kalojmë në ujë të valuar, kështu si që unë kam kaluar raviolit sot, për 4 minuta. I hedhim në një tas, i lyej me vaj ulliri dhe me erëzën rozmarin ose rigon. Rozmarina shkon shumë me pataten, po mua personalisht më pëlqen rigoni. I trazojmë, i vendosim në një furrë të nxehur shumë, në temperaturë shumë të lartë, dhe ato do të marrin një faqe të verdhë. Për sa minuta i pjekim? Do t'i pjekim për 25-30 minuta, 30 minuta në një furrë që punon mirë, dhe me një tas të tillë, si shkojnë ato patate. Edhe me salcën e avokados, që vërtet u përgatit shumë shpejt, edhe ishte shumë e thjeshtë si çerpat, por është një recetë më vete, mos harroni. Mund keni pasur shumë shpesh në shtëpitë tuaja avokado, limon, majdanoz, po nuk ju ka shkuar në mendje ti bashkoni me njëra tjetrën për të përgatitur një salcë të tillë. Nevojite receta e zonjës Vjosa. Se e bëra pikërisht sot këtë. Se pikërisht sot në fakt? E bëra pikërisht sot për arsye se unë në furrë kam vendosur një mish të kuq, mish viçi që mund të ishte edhe biftek deri, me një salcë pesto. Paralelisht një ditë ndonjë nga ambisat mund mos ketë mishin e viçit ose të derrit në shtëpi, po mund të ketë mishin e pulës. Dhe është e thjesht fare. Mund ta bëjnë atë kotolet, mund ta skuqin në tigan me shumë pak vaj duke e marinuar si gjithmonë zakonisht dhe pas gjë fare. Pikërisht me këtë salcë do të shkonte shumë. Sonja Vjosa, erdhi koha që të heqim raviolit nga zjarri? Ja shikon që unë vetëm nuk mund të punoj këtu. Po, duhet ndihma ime. Salcën unë e kam gati. Salca është bërë gati, e pa dhe më herët se si u përgatit salca e zonjës Vjosa, me salcë tomate, me pana. Raviolit janë gati, i hedhim në salcë. Kështu është kur punon padoreza. Dhe e fikim. Sot për drek kemi përgatitur biftek me pesto dhe ravioli me salcë. Me salcë që për të realizuar këtë salcë që unë përgatita, i them ambisave që këtu hodha dhe pak piper të zi dhe krip tek salca, më ndihmoi për këtë ngjyrë dhe për këtë shije salca pelargos. Është një salcë që gjen tash përdorim në të gjitha recetat që përgatisin ambisat. Ja, raviolit janë gati dhe unë vetëm mund t'i servir. Ndërkohë, është moment që ta nxjerrim biftekun nga furra? Apo do ta lëmë dhe pak? Patjetër. I servirim gjithmonë duke i pudrosur sipër me djath parmexhan.
Si që shikoni, i raviolit janë gati, zonja Vjolca po i pudros me djath parmigiano, por edhe biftekët janë gati, edhe ka një pamje shumë të bukur dhe një aromë shumë të mirë që kryesisht e lëshon pesto. Pesto, ajo salca e famshme që përgatitet shumë shpejt. Mund të servirë në pjatë? Po. Pyeta se... Kemi ko. Të lutem, a e që pjatën? Pjatën, po. Dhe dreka për ditën e sotme është gati, përveç se 2 recetave shumë të mira, 2 pjatave të plota që janë të ushqyeshme, kemi përgatitur edhe një salcë së cilën mund ta përdorni më vete në recetat tjera. Unë mund të nxirrni këtu për zbukurim dhe 2, po sikur nuk shkon. 2 biftek janë shumë në fakt. 2 biftek janë shumë dhe do ta zbukurojmë me një çik gjethe borziloku. 2 biftek janë shumë, sidomos për ata që duan që të ruajnë linjat e mira trupore. Mjafton 1. Ja, me pak majdanos, më falni. Me borzilok. Me borzilok. Dhe do të hedh edhe një çik salcë, se dhe ajo salcë aty. Po, duhet një lugë. Është jon goxha. Po. Dhe ja ku përfundoj dhe receta që përgatitëm në pjesën e parë. Dhe mendoj që të 2 recetat plotësojnë shkëlqyshëm një drek për ditën e sotshme. Një drek të mirë dhe të shijshme. Pjata e parë janë e raviolit, pjata e dytë bifteku dhe jeni okay për ditën e sotme. Urojmë që anvisat kënë qenë të vëmendshme dhe të kemë punuar bashkë me ne në përgatitjen e këtyre recetave, kaq të bukura që i shihni edhe në ekran. Kujtojmë edhe një herë përbërësit që na nevojiteshin për raviolit me salcë domate. Për të përgatitur ravioli, na nevojiten 300 gram ravioli, 300 ml salcë domate, 100 ml pana, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 1 thelpin hudhër, krip, piper të zi, borzilok dhe 50 gram djath kaçkavall ose parmigiano për t'ja hedhur në fund. Këto janë përbërësit, mund t'i shënoni shpejt në blogën tuaj të recetave për t'i pasur gjithmonë aty. Ja ku është edhe bifteku që përgatitëm në pjesën e parë, e shikoni në ekranet tuaja. Dhe ju bëft mirë. Edhe ju bëft mirë, edhe na bëft mirë. Unë po marrë një pirun. Mos haro dhe një thik. Edhe një thik. Ja, një sekond. Ke thikën 4 orë atje. Këtu. Është më praktike. Për në tryezë, për të shtruar jo, po për të ngrënë për momentin. Po provoj për para ravioli. Po. Që mua më pëlqejnë shumë në fakt. Kujt nuk i pëlqejnë raviolit. Të shkojnë te këmbëyja se atje janë raviolit freskëta, të shijshme, dhe të gatshme. Mjafton që t'i hidhni për 7-8 minuta, ose ata që i duan shumë al dente 6, dhe me çik salcë pelargos, dhe me salcën që përgatiti zonja Vjolca. Krip dhe piper të zi dhe janë shumë të mira. Unë sa po i provova, ka një shije të shkëlqyer, një shije shumë të mirë. Ua sugjeroj që t'i përgatisni që sot, qoftë edhe për darkë një pjatë ravioli. Zonja Vjolca të lumë shënduar, ka dalë shumë e mirë. Faleminderit. Është momenti që unë të provoj biftekun me pesto. Edhe pesto më pëlqen shumë, ka shije të mira. Shikon, bifteku është pjekur plotësisht. Është pjekur plotësisht, edhe si që patë edhe vetë, zonja Vjolca vetëm pak minuta e kaloj në tigan, më pas direkt në furrë. Dhe ka një shije të shkëlqyer. Dhe tani unë mund të qesh. Dhe tani mund të qeshim të dyja, sepse dreka na doli perfekte. Në zonja Vjolca të lumë shënduar. Kemi harruar të servirim salcë. Nuk kemi serviru salcë në fakt. Treguam vetëm përgatitja. Po mund ta servirim tani. Ja. Këtë salcë e bëra sot për ato anvisa që një ditë ndoshta kanë një avokado në shtëpi, një ditë, mund të kenë çdo ditë, por nuk duan të bëjnë pazar, do të kalojnë thjesht me ca patate të pjekura, ose mund të kenë vetëm një shpule. Po qoftë edhe një shpule. Dhe shkëlqyshëm. Kjo lloj salce do ju ndihmoj që të duket pjata dhe receta më e shijshme kur ta konsumoni. Ja, t'ja tregojmë edhe anvisave këtë salcën, apo i kemi këtu. Një salcë që ka një aromë të mirë nga hudrat, nga majdanozi dhe nga avokado.
Kjo është dreka për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur dhe jeni çdo ditë besnik të këndit të kuzhinës në Vila 24. Zonja Vjolta përpiqet çdo ditë, siç e keni parë edhe vetë, që të sjellë tek ju receta shumë të mira, shumë të shijshme për të shijuar, por edhe të shpejta për të përgatitur, edhe të thjeshta, me përbërës që kushtojnë pak, që na mbajnë mirë në formë trupin ton, pa shumë yndyrë, pa shumë kolesterol. Zonja Vjolta, shumë faleminderit për gjithë përkushtimin që jep çdo ditë. Faleminderit dhe ty për ndihmën. Është një pjesë shumë e bukur e Vilës 24 kjo, të cilët shikuesit e duan shumë, edhe që i vjen në ndihmë realisht për dreka dhe darka të mira në familje. Jemi në fund të kuzhinës për ditën e sotme. Dua t'ju kujtoj se nëse nuk kishit mundësinë të na ndiqnit hap pas hapi, këto receta mund t'i gjeni duke klikuar në balkanue.com, aty ka një hapësirë të veçantë ku janë të shfaqura të gjitha recetat që zonja Vjolta përgatit në emisionin ton, por gjithashtu edhe në YouTube duke klikuar Vila 24 këndi kuzhinës janë të shfaqura recetat me pamje video, mund t'i përgatisni kurdo që të dëshironi. Ne do të jemi çdo ditë këtu për të sjellë ushqime shumë të mira përmes ekranit të News 24. Faleminderit sërish zonja Vjolta, do të shihemi nesër në të njëjtën orë në kuzhinë. Bashkë do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të kthehemi me një bisedë vërtet të këndshme. Unë ju ftoj të na ndiqni deri në fund. Faleminderit. Mirupafshim.